Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Mirit, Stelinës dhe Kesit në Big Brother Albania VIP5, duke kthyer vëmendjen e të gjithëve nga një deklarate fortë që të ndriti raportet midis tyre. Ishte Casey ai që hodhi akuzën më të rëndë duke pretenduar se Miri ka bler lule për dashnoret e tij pikërisht në dyqanin e familjes së Stelinës, një pretendim që u prit me indinjat dhe reagim të minjëhershëm nga dy të përfshirët. Casey konguli në versionin e tij duke thënë se kishte qenë i pranishëm në momentin kur Miri kishte porositur lule dhe se gjithçka kishte ndodhur në praninë e motrës së Stelinës. Sipas tij nuk bëhet fjalë për thashë theme për një situatë që kishte përjetuar vetë, çka e bëri deklaratën edhe më të rëndë dhe më provokuese për palët e tjera. Nga ana e saj Stelina reagoi revoltuar duke sqaruar se ajo dhe Miri takohen shpesh në zonën e Myslimshyrit dhe se ai është klient i rregullt i dyqanit të saj, duke theksuar se kishte zgjedhur ta mbante këtë raport në mënyrë më diskrete. Ajo e mohoi në mënyrë kategorike idenë se Casey kishte dëgjuar ndonjë bisedë të saj private dhe se akuzoi atë se po përdorte këtë situatë për të ndërhyrë dhe për të prishur marrëdhënien e saj me Mirin. Debati u përshkallëzua dhe më shumë kur Casey tha se Miri kishte marrë Stelinën dhe kishte thënë se nuk mund të përdorte konfidencialitetin e klientit, gjë që sipas tij tregonte se diçka po fshihej. Kjo deklaratë u prit me zemërim nga Stelina, e cili quajti sjelljen e tij të turpshme dhe e theksoi se po e fuste qëllimisht në një situatë të vështirë për të dëmtuar lidhjen e saj me Mirin.